Në javët e protestës mes thirrjeve, pankartave dhe përballjes së përditshme me pushtetin, në shesh u shkruan edhe histori të tjera. Histori njerëzish që deri dje nuk njiheshin, por që u bashkuan kur dikush prej tyre kishte nevojë për ndihmë. Për Ardesian Binjakajn, dy prej këtyre rasteve treguan se përtej revoltës, mes qytetarëve po lindte edhe një ndjenjë fortë solidariteti. Ne ndryshuam jetën Altin Hilës, i cili ishte një individ që vinte në protest, u arrestua nga policia dhe kur shteti dështoi për t'i mbajtur familjen e tij, qytetarët erdhën në ndihmë të tij. Unë e kam parë suksesin e protestës në momentin ku në nafile që po kalonte në rrugët e Tiranës u godit me ujë dhe me spray, me spray me piper. Pash që qytetarët brenda 24 orëve mblodhën mbi 150.000 euro për ta nxjerrur atë nga mjerimi që ishte. Pash solidaritetin që kishin qytetarët dhe është diçka që fjalët nuk e përshkruajnë dot. Ardesian Binjakaj, 26 vjeçari që prej javësh është kthyer në një nga zërat e protestës, e rendit këtë solidaritet mes qytetarëve si një nga fitoret e revolucionit të flamingove, por për të, qytetarët nuk mund dhe nuk duhet të zënë vendin e institucioneve. Problemet që i kanë sjellë njerëzit në shesh kërkojnë zgjidhje që shkojnë përtej ndihmës së momentit dhe që sipas tij duhet të vinë nga një shtet që funksionon. Përpara kamerës së shteg, Binjakaj u drejtohet pikërisht atyre që këto probleme i përjetojnë çdo ditë. Unë mund të them mjekëve që ejani sepse nuk ju del rroga dhe detyrojeni merrni rrushfet nga njerëz që janë të sëmurë. Unë u them mësuesve, të cilët janë gardianët e të ardhmes, janë personat që po trajnojnë një brez të ri shqiptarësh dhe u them atyre mos bëni shkelje me notat e studentëve. Unë u them policëve, të cilët durojnë abuzimet nga më të shumta, qoftë nga eprorët e tyre që janë të korruptuar dhe të inkriminuar, qoftë nga protestuesit ndonjëherë, qoftë nga politikanët shpeshherë që vazhdojnë i përdorin si mjete dhe si ushtar. U them gjyshërve, pensionistëve, të cilët presin gjatë gjithë kohës çdo muaj në radhë për një abonet të qelbur. U them për atë pensionin që nuk u del tashmë. Dhe u them njerëzve të cilët kanë dërguar fëmijët jashtë shtetit. Përse ata duhet të vuajnë vite të tëra para se t'i shohin ata? Pse duhet presin muaj? Kur ata shumë mirë mund të shkolloheshin këtu, nëse ne e merrim gjithë të talent që ne po e dërgojmë jashtë shtetit që të ndërtoj rrugët e botës, të ndërtoj të ardhmen e Gjermanisë, e Italisë, të Amerikës, pse mos të vinë ata të ndërtojnë të ardhmen këtu?